Do të flasim në vazhdim për njërin prej festivaleve ndër më të veçantë që kemi në Trojet Shqiptare. Po flasim për festivalin ndërkombëtar të filmit Dea Open Air. Ai ka pasur një edicion tjetër të suksesshëm, të 13-tin me radhë, i cili ka përfunduar në javën që po lëm pas në qytetin e bukur të Tiranës. Për 5 ditë kemi pasur mundësi me pa filma prej më të veçantëve. Jam shumë e lumtur që në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne do të jetë Edi Topi, drejtori i festivalit. Mirëmëngjes Edi, faleminderit shumë për kohën që po ndan sot për ne. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. A pushuta e shiju Dean më shumë se kurdoherë, se e keni pas kohën e mirë, ka qenë gjithçka bukur, të mos flasim më pas edhe për krejt programin jashtëzakonisht pasur që ka pasur këtë edicion. Po, e vërteta është që kemi pasur ditë të bukura mbasnesh, pak të lodhshme, me pak vap, po ditë shumë të bukura, besoj ditë të suksesshme. Feedbacku që kemi marrë nga miqt, nga të huaj, nga të ftuarit është shumë pozitiv. Kështu që besoj se ja ka arrit qëllimi takimi i kineastëve për të pajur filmat për shijuar kineman në këto mbrëmjet varfshme para akoma freskë të madhe të Tiranës. Dhe duket që për kësaj që më thua, pritshmëri që keni pasur për këtë edicion janë plotësuar të gjitha, apo jo? Besoj që po, do të thonë e mira nuk ka fund, themi ne, po gjithmonë ka diçka për të përmirësuar. Unë besoj që pritshmëritë që ne kishim për festivalin janë arritur. Kishim të gjithë të ftuarit që mendonin ose që shpresonin të vinin. Për fatin tonë të mirë, audienca ishte e plotë, si nga pikpamja saksiore, si shtemi ne, ashtu dhe nga ajo cilësore. Kështu që besoj që kemi arsye për të qenë të kënaqur dhe të motivuar për më përgatit prej sot starton edicioni e ardhshëm. Bukur, kështu e kanë ata të cilët krijojnë festivale si që është Dea Open Air. Edi, këtë vit festivali ka prezantuar, nëse s'gabojmë, mbi 40 filma nga 25 vende të ndryshme të botës, që na le të nuk kuptojmë. Po të bëj këtë pyetje sepse e kujtoj që nga edicioni i parë që kishte Dea deri te ky 13-ti, kemi folur kohë pas kohe për festivalin, për pjesëmarrjen, dhe duket sikur nga viti në vit është rritur të themi dëshira që edhe ndërkombëtar të bëhen pjesë e këtij festivali. Ka një interesim shumë të madh, vetë fakti që po flasim për 25 vende të ndryshme të botës, na tregon që Dea ka marrë vëmendje gjithandej Evropës dhe jo vetëm. E vërtetë është kjo, që në krye të herë duhet ju falenderoj që prej 13 vjetësh jeni pjesë e festivalit. Jeni mbështetës ti, jeni përfjellës të festivalit, sepse siç e kemi thënë, qëllimi i këtij festivali nuk është shumë alternativa si festivaleve tjera, por joshja e publikut për me ju rikthyer kinemas. Pra, ky është një lloj misioni. Për t'ju kthyer pyetjes suaj, është e vërtetë që festivali vazhdon të etablohet gjithnjë më shumë. Por ne nuk është shumë e rëndësishme rritja saksiore e filmave të festivalit, sepse rritja saksiore varet nga lokacionet, nga ambientet që ne kemi për të shfaqur film. Për fatin tonë të keq në Tiranë nuk kemi dhe aq shumë lokacione me të cilët mund të shfaqim filme, kështu që ne koncentrohemi më shumë në cilësinë e filmave që vinë dhe në tërheqjen e spektatorit, kryesisht atij të ri, për me mësu me kineman, është nuk është me Google me thonë, po një mision në vete kjo. Kushtet sociale dhe politike këtu ka gjënë Tiranë, në Shqipëri dhe ne nuk kemi më kinema. Kështu që paralelisht me një projekt që ka Ministria e Qendrës së Kulturës e filmit për me rivitalizu kinemat, mundohemi edhe ne të japim ndihmesat. Të huajt që gjithnjë më shumë e vlerësojnë festivalin, pra kineastët e huaj dhe ata shqiptar, unë, siç e dini, besoj nuk hyj ata që janë domosdoshmërisht fan i të huajve, por sidoqoftë ky është një tregues, nëse ne kemi me qindra aplikime në festival, tregon që festivali ndërkohë e ka tërhequr vëmendjen edhe të kineastëve shqiptar, po edhe të kineastëve të huaj. Në fundit, ky është një festival ndërkombëtar filmi dhe prezenta e kineastëve të huaj është e domosdoshme.
Sigurisht. Edi, do doja që të flasim pak për tema të cilat dominuan këtë edicion. Ne kishim zgjedhur, siç e dini, festivali është generalist, por ne kishim zgjedhur këtë radhë në disa tema që janë pak më ngacmuese, janë pak më të ashpra për tema, për shoqërinë, pra. Tema të cilat përveç se të joshin, të shohësh kinema, përveç se të zbatisin, të venden mendime. Po. Kjo ishte filli që e përshkonte tematikën e këtij festivali. Pasi që ishte çështja e dhunës, çështja e bullizmit, të patriotizmit dhe kryesisht problemet sociale që kanë shoqëri, të cilat reminishojnë me problemet që ka shoqëria shqiptare. E kuptoj. Edi, ka qenë filmi singular i cili është shpallur fituesi i çmimit kryesor. Çfarë ka bërë këtë film të spikase, nëse mund të themi kështu, mes një konkurrence kaq të madhe që kishte? Ai film ishte, domethënë, unë jam në një farë mënyrë vërtet shumë i gëzuar që ai film fitoi trofeun e festivalit, sepse kur e kemi zgjedhur, ai ishte një film që në të gjithë komponentët e tij ishte i pothuajse i përkryer, ishte i plotësuar në të gjithë komponentët e tij dhe unë nuk isha i sigurt nëse ai do merrte çmimin e parë dhe nëse nuk do merrte çmimin e parë, cilin prej komponentëve do zgjidhej. Ishte një film i punuar me shumë profesionalizëm dhe ndjesh që kishte dashurinë dhe nuk ishte si bëjmë ne njëherë filma për festival. Ba kishte një kamerë të mrekullueshme, ai ishte dramaturgjikisht krejtësisht i kopsitur mirë, kishte aktorë shumë të mirë, megjithëse ishte në ansambël, po. Ai nuk ishte një aktor siç ishte për shembull filmi italian që kishte Francesco e cila mori çmimin, apo filmi turk. Ai ishte një film i përkryer në ansamblin e tij. Besoj që ishte zgjedhje shumë e mirë e jurisë, të cilën e falenderoj dhe e përgëzoj për këtë zgjedhje. Po filmi shqiptar? Jeni kënaqur që pat këtë edicion? Filmi shqiptar, siç është bërë ndërkohë leitmotiv në bisedat tona, është pak prezent. Ne kishim atë kryesisht në filmin e Shkurtër dhe në filmin në Studentore, të cilit duhet thënë ishte një vajzë nga Tirana dhe një djalë nga Prishtina, të cilët duhet thënë që ishin vërtet kualitativ në filmin e tyre. Ata kanë marrë çmimin special të jurisë. Dhe më besoni, unë bëra një bisedë me jurinë, jo për faktin që ata janë të dy shqiptarë, por për faktin sepse vërtet ata janë kineast ose kineastët, që ishte vajza premtues. Kinemaja shqiptare për fat të keq kaq përfaqësohet në festivalet kombëtare, ne si të dini domethënë jemi të orientuar për mërkur jashtë. Por filmi turk ishte një dimension gjithashtu shqiptar, sepse ngjarjet zhvilloheshin në një pjesë e ngjarjeve zhvillohet në Prizren. Producentja ishte e Kosovës, Palmira. Kështu që besoj që kinemaja shqiptare, shqiptolce ishte prezente, por duhet ta them atë që e them gjithmonë në festivale, që jo aq sa do ta dëshirojmë ne. E kuptoj. Është vërtet për të ardhur keq, sepse festivali ndërkohë cilësohet, prujet janë shumë të mëdha dhe nuk po pëlqen dhe nuk e kuptoj sepse mungon alternativa shqiptare. Por ajo është një zgjedhje e kineastëve. E kuptoj. E di tani në një kohë kur platformat online e kanë dëmtuar shumë filmi, nëse mund të themi kështu. Ne sa po të publikohet një film pas 2 javë, 1 javë, veç e kemi në për këto platforma. Si ndikojnë në fakt edhe në prezentimin që u bëhet filmave në festival, kemi të themi ndërhyrje edhe në këtë mënyrë të realizimit të eventeve të kulturës, në fundit të ngjarjeve të kulturës? Nëse e kuptova, sepse nga pikpamja akustike më vjen pak më ndërprerje. Nëse e kuptova të drejt pyetjen tuaj, ishte pengesa apo mbështetja që i japin platformat. Nga pikpamja, po them tani nga pikpamja mbase e distribucionit, ato dhe mund të bengojnë. Po unë vetë, domethënë mendoj që
mënyrat e reja të distribucionit, të prodhimit, alternativa që ka sjell zhvillimi teknologjik, e ndihmojnë kinemarin. Ka mundësi që ne jemi mësuar, ose ne, bota është mësuar me kinema të mirëfillta, është zgjeruar shumë gama, oferta të ndjekurit të filmit, të perceptuarit të filmit, por në thelb besoj që platformat janë një gjë pozitive, sepse në fund të fundit pompojnë para në industrinë e filmit dhe sot është rritur në mënyrë galopante sasia e prodhimit të televiziv, kinematografik. Jo gjithmonë shkojnë në një raport të drejtë cilësia dhe numër dhe masivitimi, por tregu do ta bëjë të tillë dhe do t'i seleksionoj. Unë besoj që sa më shumë të rritet produkti nga pikpamja sasiore, aq më shumë mundësi ka që nga pikpamja cilësore ne të kemi vepra të mira. E kuptoj. Tani, ky edicion përfundoi dhe tha që sot veç keni fillu ta mendoni të radhës, por do doja që të ndani me ne, nëse është e mundur, momentin më emocionues për juve gjatë këtij edicioni. Kur të bëj këtë pyetje, e bëj këtë pyetje duke njohur natyrën e Edit, duke njohur dashurinë e madhe që ka për artin, për filmin, për ata të cilët duan dhe vlerësojnë ngjarje të tilla. Si vjet ka qenë një vit pak më vështirë, sepse epidemia që ka prekur botën shqiptare, epidemia e ikurit, e largimit të krahëve të punës ka prekur dhe industrinë kinematografike. Ne me shumë vështirësi arritëm ta ndërtojmë festivalin, sepse forcat kualitative mungojnë. Sa radhe nuk e kishim edhe modin në krahun tonë. Dhe do thot një natë pas një Tirana, ju e dini, ka një klimë mediterrane dhe disi të papes. Dhe një natë ka e papritur me një furtunë që rrallë është ndeshur në Tiranë, ne patëm një prishje të kinemas, edhe një skenera e grisi ekranin e filmit edhe, dhe gati 20 paror për të korrigjuar. Kështu që emocioni që njeriu ose drejtuesi, krijuesi i festivalit përgjithsisht merr nga ngjarja artistike, mua mu dësh kësa radhe të isha, momenti më i lumtur ishte kur arritëm ditën e ende të ringrimin kineman, rreth gjysmore ose një orë përpara se të vinin spektatorët, arritëm të ngrinim kineman të cilën e kishte shkatruar studia. Ne vazhdojmë të kemi dëshirë të bëjmë kineman open air, të ofrojmë Tiranës një shesh, një alternativë, dhe ai ishte një nga momentet të bukur, dhe natyrisht ne kishim këtë vit kishim një moment shumë interesant. Kishin ardhur një grup studentësh nga Kosova, të cilët e ndoqën festivalin. Ju e dini, Akademia e Kosovës është pjesë e festivalit për shumë vite, në Fakulteti i Arteve i Universitetit, dhe në këtë vit ne kishim menduar që në Okelion, Tirana Mon Amour, Tirana Dashuria Ime, ato të gjeroni një film. Ata studentët kishin arritur që për tak brenda 2-3 ditëve të gjeroni një film në kulisat e Tiranës. Filmi kishte një dramaturgji pak më të ndryshme nga ajo, po ishte xhiruar në kulisat e Tiranës dhe ishte vërtet kënaqësi të shikoje se si shumë studentë të Prishtinës për 4-5 ditë kishin arritur të bënin një film në Tiranë, gjë që ishte impresionante dhe për gjithë të ftuarit. Ju e dini, në festivali ka gamën shumë të gjerë të ftuar, nga diplomatët deri tek inxhinierët, mjekët, nuk ka vetëm artistë, madje artistë ka pak. Është një publik shumë i gjerë, por shumë kualitativ, dhe ata të gjithë e pritën me shumë entuziazëm kontributin kinematografik të studentëve nga Prishtina.
Edi, është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë me ju dhe është shumë interesante, nuk arri edhe momente kaq vështira si ajo me kinemani, i thoni kaq këndshëm, kaq bukur sa ti pret çfarë po ndodhet, ka një përfundim të lumtur, shumë e bukur kjo. Vetëm artistët mund ta bëjnë. Kënaqësi shumë e madhe që të patëm sot në mëngjes. Ne sigurisht do të takohemi përsëri e do të flasim për projekte të tjera dhe jo vetëm për Dea Open Air. Falenderoj shumë Adola, po keni parasysh që e gjithë kjo adrenalin që është magjia e kinemas, nuk është aftësia jonë. Magjia e kinemas që ta bën. Kënaqësi shumë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve.